Festa nisi menjëherë pas përfundimit të ndeshjes me këngë, brohoritje dhe përqafime. Festa nuk ndodhi vetëm në Shqipëri, por kjo fitore mori jehon kudo ku ka shqiptar, një ndjenjë krenarie që bashkoi të gjithë shqiptarët. Ky është momenti kur kombëtarja Kuqezi mbërriti në tokën shqiptare pas suksesit historik në Serbi. Avioni ul rreth orës 3 të mëngjesit, ku tifoz pa dallim moshe i pritën me brohoritje në aeroportin Nën Tereza, me këngë patriotike, valle dhe qeleshe mbi kokë, të gjithë këndonin për djemt Kuqezi. Kombëtarja shqiptare i përshëndeti tifozët nga autobusi, ndërsa rruga u bllokua totalisht nga turma. Përderisa ekipi përballoi, do të thënë në mënyrë perfekte, eksaktësisht ashtu siç duhet të ndodhte, mbas edhe në ëndër më të mirë të Silvinjës dhe të gjithë neve, nuk do ishte realizuar ajo që ne bëm atje, pra performanca, rezultati, mënyra se si u solën lojtarët. Të zësh vendin e dytë dhe ndaj kundërshtari si Serbia, që jo vetëm nga ana sportive, po dhe nga ana, po themi, politika dhe futbolli janë dy gjëra të ndryshme, por thjesht dhe për fakt historikut ndaj shqiptarëve dhe serbëve, ishte një diçka jashtëzakonisht shumë e madhe. Në futboll është një sport kolektiv, duke qenë i tillë, po atjetër që duhet të ana hallka të jenë në eficiente për të ardhur tek suksesi. Dhe besoj që është një sukses në grup. Një fitore historike që vendosi shumë për fatin e kuqezimëve në këtë rrugtim, edhe pse vëmendja maksimale tani kthehej te 2 ndeshjet e muajit nëntor. Dueli përballë Andorës dhe më vonë sfida përballë gigantëve anglez. Do të mendojmë edhe për kualifikimin e botrorit ose për play-offat. Kemi 2 ndeshje tjera të rëndësishme për nëntor, kështu që duhet të koncentrohemi. Ndaj Andorës është një ndeshje shumë e rëndësishme që duhet të jemi gjithë fokusuar. Kemi ardhur, jemi këtu mas 3 ndeshjeve që kemi fituar, domethënë. Jemi një moment shumë të mirë. Besoj se do të vazhdojmë me një mënyrë, ndeshje që duhet ta fitojmë se zvan, duhet të futemi vetëm për fitoren. Më e rëndësishme është ndeshja e parë me Andorën, nuk duhet i vlerësojmë sepse ata dinë të penalizojnë sepse kanë lojën e tyre, është një lojë që nuk i pëlqen asnjë ekipi, të cilët mbrohen me çdo kush që mos besojnë gol, dhe shpresoj që të arrijmë ta fitojmë ndeshjen e parë, pastaj për dytën do flasim më tej. Të gjithë shqiptarët, por edhe ekspertët e futbollit e mendonin si një mision të kryej, edhe pse futbolli na ka mësuar ndonjëherë se dhe kombëtarët e vogla mund të befasojnë. Ne luajmë kundër Andorës në Andorra, Serbia shkon në Serbi, në Londër. Unë mendoj që Serbia në Londër shkon për rezultat, pavarësisht se ato nuk janë favorit, por mentaliteti tyre është i tillë që ato mendojnë që me futbollistat që kanë dispozicion dhe po të jenë bashkuar, sigurisht që mundën me i bërë një surprizë Anglis, mes të Anglis. Zakonisht kur kap një rezultat pozitiv siç ndodhi në ndeshjen me Serbinë, nuk mund ta ndryshosh skuadrën. Dhe unë mendoj që gjë e parë që duhet bëj Silvinjua, duhet ruaj të njëjtin informacion. Shpeshherë të ekipet modeste janë ekipet të cilet bajnë një dampmall në aspektin e menaxhimit apo të menumit të ndeshjes. Pra me këtë do të them janë ekipet të cilet ka herë të vënë në xhumb vetë emri i tyre, mbjehona e tyre që është e pak në futbollin botnor, as më tepër në atë europian dhe botnor. Dhe në një farë mënyrë ka momente edhe neglizhencë apo ndoshta jo dhënien maksimumet e ekipeve përballë tyre, gjatë cilën mund të bëhen edhe problematik. Ti marrim dal nga dal, fillimisht e kalojmë Andorën. Jo thash, është një moment i mirë joni, është stafi, lojtarët, të cilët momenti jo se din gjithmonë, por duhet shfrytzuar maksimalisht, kjo e mirë që jemi për momentin. Presioni është pjesë e jetës. Tek profesionizmi nuk ka presion. Është një moment
historik. E rëndësishme është që kemi fokusin vetëm ke ndeshje me Andorën. Është një ndeshje më të vështira. Tirana ishte boshatisur nga njerëzit atë natë dhe të gjithë ishin para ekranit duke shpresuar qoftë edhe për një gol. Shqipëri, me që shqiptaro, Sot kemi ardhur për fitore këtu, dhe japim zemrën, shpirtin këtu që të prekim botrorin. Sot Andorra flet shqip, gjithë shqiptarët kanë ardhur me suportu Shqipërinë. Shqipëri e ndike! Shqipëri e ndike! Një gol i Kristian Aslanit në pjesën e dytë bëri që festa kuqezi të shpërthente në Andorra dhe Anglia kishte bërë detyrën duke fituar 2-0 ndaj Serbisë. Forca. Është mirë, shumë harmonika ky grup, jemi shumë të lumtur sepse kjo ishte një fitore historike. Golin ja dedikoj familjes time, po ja dedikoj sidomos babit për gjithë sakrificën që ka bërë për mua. Și ești istoric, estoy contento por... Është në fakt një moment historik, jam shumë i lumtur dhe i kënaqur për 9 milion shqiptarë, 3 milion shqiptarë të cilët i kemi në shtëpi, meritojnë të gjithë arritjen në play-off, jam shumë i lumtur. La primera vez estoy muy contento. Presim kundërshtari që do të jemi në mars. Jemi në play-off, asnjëherë s'duhet të ndjehemi inferior. Ëndra vazhdon. Moment historik padyshim sepse vazhdojmë në rrugën për kualifikim për në botror. Ne jemi shumë të lumtur. Dhe besoj që kemi meritu këtë play-off dhe do shohim përpara. Në fund të jemi lumtur për këtë arritje dhe besoj që të ecim përpara sa më lart i kapim maja sepse gjithçka është e mundshme. Është arritje shumë e madhe për ne, për gjithë shqiptarët që kanë pritur gjithë këto vite të arrijmë këtu, është dashur një punë shumë e madhe nga gjithë ekipi, nga stafi, ka bërë një punë të madhe mendoj, prandaj rezultatet kanë ardhur pasi puna është për plot. Anglia ishte padyshim rivali më i fortë në letër, ndaj një kombëtare që prej vitesh dominonte në futbollin botror. Diferencat në letër ishin të mëdha. Asnjëherë nuk ishin fituar përballë këtij kundërshtari të tillë, por përfaqësuesja shqiptare do të provonte. Fundja do të ishte një reklam e bukur edhe në arenën botrore, dhe ashtu ndodhi. Pavarësisht humbjes 2-0 që Shqipëria posoi në Tiranë, kuqezinë u bën një mur për Anglinë në 74 minuta, bën një paraqitje pozitive me disa raste që mbase dhe me pak fat mund të finalizonin. Nuk jam aq i lumtur sepse nuk arritëm me marrë rezultat pozitiv. Edhe kur e mendon që kombëtarja lutin një super ndeshje, domethënë me Najune, nga ana ime domethënë kur të shoh me rastet që krijuam edhe me lojën që bënëm deri në minutën e 70 derisa besuam golin, besoj që ishim më të mirë se anglezët, edhe pse ata kishin në kontroll ndeshjen, besoj që rastet i kishim ne. Po nuk arritëm të shënonim edhe mund të them fakti që nuk shënova atë rastin kur kisha. Vje keq sepse për 75 minuta kemi luajtur në një nivel shumë të njëjtë. Besoj që kemi qenë aty. Duhet ta bënte para Anglisë Arbri gol, edhe pastaj morëm një gol shumë naiv që më dhem shumë se për një gol i kështu që me humbësh aty nuk prishin ekuilibrat e lojës. Jemi shumë të lumtur për 70 minuta që kemi bërë këtu sepse kjo skuadër ishte me vërtet shumë e fortë. Pastaj gjynase kemi marrë një gol me goditje në këndi, po s'ka problem, ka rëndësi që të vazhdojmë kështu, të punojmë gjithë së bashku dhe të shohim dhe të presim kundërshtari që do kemi në marrë. Rrugtimi i kombëtarëve shqiptarë në këto kualifikuese ka patur çdo gjë brenda, emocione, gëzim, hidhërim, tension nga minuta e parë deri në fërshëllimin e fundit, por në fund të gjithë bashkë ja dolëm të bëjmë realitet një ëndër që prej kohësh mendohej nga të gjithë shqiptarët. Brenda një ëndre të madhe, sepse edhe dalja në play-off për ne është një arritje, pavarësisht se dalja në një botror, pastaj do të jetë akoma më një gëzim më i madh. Përpara disa viteve nuk vendorim ndonjëherë rezultate të mira, kualifikim evropian dhe shpresojmë shumë që të jemi pjesë për herë të parë në botror. Unë mendoj që ky nuk është një sukses i rastësishëm, është një punë disa vjeçare, do thosha, e shumë njerëzve që punojnë në Federatën Shqiptare, duke nisur që nga presidenti, por dhe pjesa poshtë, trajneri dhe pjesa e stafit që bën ose skautët e mundshëm e mundshëm që arrin të evidentojnë lojtarët e duhur për këtë kombëtare. Po patjetër që duhet të durim, duhet besim në forcat tona që unë mendoj se e kemi. Sigurisht është interesi i gjithëve që ne të marrim pjesë botror, duhet maksimumi i gjithëve. Sa për rrugtimin e ekipit kombëtar, mendoj që ka qenë pak me oscilacione. Ne jemi rritur si skuadër, ne kemi të gjitha mundësitë për të besuar. Jemi me fat, bëm historinë.
është një periudhë fatlume e futbollit tonë.